أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Të dashur ndjekës të kanalit ton, jemi ritakuar sërish së bashku në mësimin e radhës, por përpara se të kalojmë te mësimi i sotëm, ne do të rikujtojmë së bashku që orën e kaluar kemi marrë kesran zgjatëse, e cila realizohej nëpërmjet shkronjës je, e cila vinte e pa shënjuar. Pra, nëse pas zanores kesra i, e cila ishte një vizë pjertas që vendosej gjithmonë poshtë shkronjës, vjen shkronja je e pa shënjuar, pra bosh, atëhere ne zgjasim dy kohë zanoren kesra i dhe bëm, do t'ju kujtohet, disa pra krahasime se si lexohenin shkronjat me zanoren i dhe se si lexoheshin pra shkronjat me zanoren kesra e zgjatur, që zgjati pra dy kohë. Ndërsa sot do të vijojmë me disa shembuj që kemi përzgjedhur për ju dhe pa humbur kohë ne fillojmë me shembullin e parë. Nuk duhet harruar se përveç kestrës dhe jës e cila vinte e pashënjuar, kishim edhe shenjën tërheqëse, e cila nëse vendosej poshtë shkronjës, ajo lexohet pra i e zgjatur, dhe nëse ajo vendosej sipër shkronjës, ajo lexohet a e zgjatur. Pra, këtu konkretisht e shohim se poshtë fes ka ardhur pra shenja tërheqëse e cila tregon se është i. E lexojmë fi hi. Pra kemi dhe jën e cila ka ardhur e pa shënjuar. Pra mund të vi jëja kemi thënë, por edhe mund të mos vi. Mjafton që neve ta shohim se poshtë shkronjës është viza tërheqëse. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Bihi, ja sapo e thash pak më parë dhe kemi shembullin këtu që ka ardhur viza tërheqëse tek shkronja h, e cila ndodhet në fund të fjalës. Dhe nuk ka ardhur j-ja, por sërish edhe pse nuk ka ardhur j-ja si shkronjë e me ditë zgjatëse, kjo zgjatet. Bihi. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Ja, në rastin konkret, këtu ka ardhur j-ja, pra edhe pse është viza tërheqëse po, që ne do ta shohim shpesh në shembuj që kemi përzgjedhur, ka ardhur edhe j-ja pas saj, por ka ardhur, siç e shihni, e pa shënjuar, bosh. Atëherë si e lexojmë? Qila. Vazhdojmë. Hina. Shahidan. Kujdes, pra se si lexohet tenvini në fund të fjalës. Shahidan. Pra e zgjasim dy kohë. Farihina. Pra zgjatet vetëm këtu sepse e shohim se ka ardhur j-ja e pashënjuar dhe viza tërheqëse poshtë shkronjës. Bi akhika. Pra shohim këtu se ka ardhur shenja që tregon se zgjatet dy kohë. Zanoria kesra i. Khalifatan. Do t'ju kujtohet që kemi thënë se përveç tës, pra e cila kishte formën e varkës, kemi dhe një të tjetër e cila ishte të marbuta, siç e shihni në rastin konkret me dy pika sipër, e cila shkruhet kështu në fund të fjalës. Vetëm kështu shkruhet në fund të fjalës. Mund të jetë ngjitur ose mund të jetë edhe
e vetme pra. Khalifeten, khalifeten. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Fafariqan, fafariqan. Vazhdojmë. Idina, idina. Bibanihi, bibanihi. Tani juve nuk do t'ju ngatërohet domethënë leximi, sepse shohim se ka 2 pika, por këto janë 2 shkronja, sepse kemi 2 zanore, një poshtë, një lart, dhe pikat i kanë poshtë dhe kuptohet qartë që këtu ka 2 b. Pra bi, be, bi, be. Pika poshtë është e nunit, thame, viza tërheqëse poshtë, e cila zgjatet 2 kohë, dhe në fund kemi hën, e cila lidhet në këtë formë. Atëherë lexojmë bi benihi, bi benihi. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Sebili, sebili. Si që shifni, këtu kemi 2 viza tërheqëse që tregon se zgjatet, pra 2 herë kemi zgjatjen e kesrës të sinit të bës dhe gjithashtu edhe të jës këtu të që ndodhet ngjit me lamin. Sebili, sebili. Vazhdojmë pra me shembullin tjetër. Kafirina, kafirina. Tashmë këtu kemi edhe zgjatësen e fethas, e cila realizohet, do t'ju kujtohet që kemi shpjeguar, realizohet nëpërmjet elifit, e cila vinte e pashënjuar, siç ka ardhur këtu, pra pas kafit. Kafirina. Edhe këtu e zgjasim poshtë, sepse shohim direkt që ka vizën tërheqëse dhe ka gjithashtu edhe jën, mund të mos ishte edhe jëja. Kafirina. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Lakabiratan, lakabiratan. Vazhdojmë. Bikharijina, bikharijina. Pra këtu kemi 2 zgjatëse. Kemi elifin, si shkronjën e medit, si shikohet, bikha, kemi dhe tek gjimi, e cila ka ardhur poshtë. Gjimit ka ardhur viza tërheqëse dhe jëja, e cila ka ardhur e pa shënjuar, që tregon se zgjatet 2 kohë. Bikharijina, bikharijina. Vazhdojmë. Afa'ayina, afa'ayina. Pra, këtu edhe mund të nduket si fjalë e ngatruar për sa i përket pra shqiptimit, po do shohim me kujdes se kemi elifin, kemi fa dhe ajnin. Dhe këto nuk zgjaten sepse kanë ardhur me fetha sipër, pra me e. Efa'a, efa'a, jina, jina. Ajo që ka intereson neve është pikërisht këtu, që jëja e parë është lexohet, pra jëja e parë lexohet, kurse jëja e dytë ka ardhur e pashënjuar, që tregohet se është zgjatëse e shenjës tërheqëse poshtë, e cila zgjatej 2 kohë. I, jina, jina, afa'ayina. Vazhdojmë me shembujt e tjerë. Thalathina, thalathina. Vazhdojmë. Biqamisi, biqamisi. Pra si që shihet kemi
2 viza tërheqëse poshtë dhe 2 jëja që kanë ardhur të pashënjuar. Ja këtu ku e shihni që është në mes të fjalës dhe e fundit, pra dhe këto luajnë rolin e zgjatësës, sepse kanë ardhur të pashënjuar. Sikur ndonjëra prej tyre të kishte fetha ose kesra, atëherë nuk do të luanin rolin e zgjatësës. Dhe këtu në rastin konkret e lexojmë bi qamisi. Vazhdojmë. Shayatina. Atëherë mund të linë pyetja, pse ne e zgjatëm këtu ja dhe se lexojmë ja shayatina. Pse? Sepse këtu kemi vizën tërheqëse sipër. Dhe mos harroni se kemi thënë, nëse viza tërheqëse ndodhet sipër, ajo lexohet me a dhe zgjatet 2 kohë. Në rastin konkret, shayatina. Shikoni pra, këtu kemi vizën tërheqëse sipër, lexohet a e zgjatur, dhe këtu kemi vizën tërheqëse poshtë shkronjës, e cila lexohet i me zgjatje. Atëherë, shayatina. Vazhdojmë. Lahafidhina. Nafiran. Kini kujdes, tenvinin nuk e zgjasim asnjëherë, por e lexojmë shkurt. En. Dhe në rastin konkret këtu e lexojmë nafiran. Pra nuk e zgjasim nafira. Sigurisht ka edhe disa rregulla të tajvidit që ne do t'i mësojmë në të ardhmen, inshallah, që nëse një fjalë e cila mbaron me tenvin dhe ndalemi tek ajo fjalë kur jemi duke lexuar Kur'an, atëherë lexohet nafira, sepse ka medi i vet. Por ne do ta marrim pak më vonë. Pra, në rastin konkret ne do ta lexojmë nafiran, sepse jemi në hapat të para të mësimit të leximit të Kur'anit. Shakirina. Vazhdojmë. Latifan khabiran. Këtu pra e zgjatëm 2 kohë, edhe këtu sepse shohim se kanë ardhur viza tërheqëse së bashku të shoqëruar pra me j, të cilat kanë ardhur të pashënjuar. Latifan khabiran. Vazhdojmë. Qala sa'awi. Shohim këtu vizën tërheqëse sipër që unë e lexova të zgjatur. Sa'a, pra ka ardhur elifi, sa'awi. Dhe këtu pra ka ardhur thjesht vetëm viza tërheqëse, nuk ka ardhur pra diçka tjetër. Por tek wawi këtu shohim se ka vizën tërheqëse dhe shoqëruar me jën në fund pa shënjuar, dhe keni kujdes sepse wawi është një prej shkronjave, kemi thënë, nuk duhet të harrojmë, shkronjave që nuk lidhet, pra siç shihet edhe në rastin konkret, në disa raste pra. Wa idha qila. Këtu shohim vizën tërheqëse së bashku me jën pazanore dhe e zgjasim qila. Wa idha qila. Kalojmë tek shembulli i rallës. Sinina da'aban. Pra zgjatet vetëm këtu, siç e shihni, sepse ka ardhur shenja tërheqëse poshtë së bashku me jën që ka ardhur e pa shënjuar. Dhe si e lexojmë? Sinina da'aban. Sepse kjo përbëhet nga 2 fjalë. Sinina është fjalë veç, da'aban është fjalë tjetër. Vazhdojmë.
Khalidina fiha. Tani këtu kemi shumë zgjatëse. Kemi zgjatësën e parë, si që shini, që është si për shkronjës, viza tërheqëse, khalidina nuk zgjatet, vetëm këtu kemi vizën tërheqëse poshtë. Fi kemi sërish pra vizën tërheqëse poshtë, dhe kemi edhe elifin si shkronjë e medit. Ha, khalidina fiha. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Kana da'ifan. Kana da'ifan. Vazhdojmë. Dhi thalathi. Dhi thalathi. Këtu shohim se së bashku me vizën tërheqëse ka ardhur jeja e pashënjuar, por jeja nuk lidhet këtu. Pra me dhalin është një prej shkronjave që nuk lidhet në të gjitha rastet. Fi ibadi. Fi ibadi. Për të vazhduar me shembullin e parafundit. Mithaqan ghalidhan. Mithaqan ghalidhan. Pra kujdes, tenvinin unë nuk e zgjata, e lexova ashtu siç është, pra kan dhan. Dhe shembulli i fundit, aliman hakiman. Aliman hakiman. Pra shohim këtu vizat tërheqëse së bashku shoqëruar me jët që kanë ardhur të pa shënjuar. Atëherë këto ishin shembuj që ne kishim përzgjedhur për ju. Mos harroni që t'i shkruani në fletoren tuaj të shënimeve, t'i lexoni ju vetë fillimisht, t'i dëgjoni se si lexoni dhe të bëni krahasimin me mënyrën se si kemi lexuar ne. Inshallah taala ne do ritakohemi sërish së bashku në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë qëndroni në mëshirën e Zotit të Madhëruar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.